Anemia është një shenjë në disa raste edhe një fillimi të hershëm të heshtur të dëmtimit të veshkave. Kjo anemi është disa llojesh, është anemi që ka një sërsh faktorësh, por është anemi dhe nga veshka. Po si e lidhim ne këtë? Si e lidhim shumë e rëndësishme sepse eritropoetina, që është hormoni kryesor, i cili nxit palcën për të prodhuar eritrocitet, prodhohet në veshk. Në rastin kur veshka dëmtohet, eritropoetina ulet dhe njëkohësisht shfaqet anemia. Në këto raste duhet të ketë në vëmendje që çdo anemik, sidomos edhe në disa raste që marrin terapi me hekur, por nuk gjen zgjidhje dhe anemia vazhdon, apo që akuzohen se unë kam pasur gjithmonë anemi gjatë gjithë jetës në disa raste, duhet kontrollojnë funksionin e veshkave. Kur kemi të bëjmë për një anemi e cila është e zgjatur në kohë, duhet të bëjmë dhe kreatinemi, azotemi dhe acidin urik.